Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 31 vjeç dhe për një kohë të gjatë jeta ime dukej si një listë përvojash që duhej t'i kisha patjetër. Kam kaluar shumë gra në jetën time, jo sepse kërkoja diçka të thellë, por sepse mendoja se kështu duhet të sillet një mashkull. Shokët flisnin për fitore, për numra, për histori të shkurtra. Unë i ndiqja pa e pyetur veten nëse po më bënin vërtet mirë. Në fillim ishte emocion. Njohje të shpejta, afrimi lehtë, ndjesia e të qenit të dëshiruar, por me kalimin e kohës, ajo ndjesi u zbe. Fillova të ndjej veten bosh pas çdo lidhje të re. Jo fajtor, jo i penduar, thjesht i shkëputur, sikur po luaja një rol që nuk më përkiste më. Ndryshimi nuk erdhi me shumë zhurmë, erdhi me pyetje, me momente të vogla kur kuptova se ajo që po kërkoja nuk ishte aty ku unë po shija. Fillova të vëre se lidhjet që më preknin emocionalisht ishin ndryshe nga ato që kisha pasur deri atëherë. Nuk ishte çështje rebelimi apo lodhje nga e kaluar, ishte një ndjesi qartësie. Unë ndjeva i hutuar, vura veten time në dyshim, mendova se ishte një fazë, por sa më shumë përpiqesha ta shtyja minjan, aq më fort bëhej ndjeja se po i shmangesha të vërtetës time. Nuk ishte përjashtim i asaj që kisha qenë deri atëherë. Ishte një zgjerim i asaj që unë po zbuloja. Kur e pranova, erdhi një lloj qetësie. Jo sepse gjithçka u bë e lehtë, por sepse pushova së luftuari me veten. Kuptova se dëshira ime kishte ndryshuar. Tashmë më pëlqenin meshkujt. Sot nuk e mas veten më me të kaluarën time. Nuk e shoh si gabim, por si rrugë. Ajo që më shijon tani nuk ka të bëjë me krahasime apo kundërshti. Ka të bëjë me faktin që jam më i ndershëm me veten se kurrë më parë. Dhe kjo për mua ka qenë çlirimi më i madh.